A mendoni se fëmijët e sotëm është më mirë të jetojnë në veçanti apo me prindërit e tyre? Me të dyja versionet jam. Tradicionalisht ne jemi për familjet e konsoliduara bashkë me fëmijët, por që të jetosh bashkë me fëmijët, me nusën që të vjen nga një familje tjetër, me mentalitet, kulturë dhe një formim tjetër, duhet përshtatshmëria. Dhe që të përshtatesh, duhen të dy palët të jenë pak tolerant, që të shkojnë gjërat. Duhet tolerancë dhe nga vjera, flasim për marrëdhënien sidomos, kjo është çik me spes marrëdhënia vjerë nuse vjerë, për mua të dy palët duhet të jenë tolerant. Dhe për mua, personalisht, të jetë vjera pak më tolerante, sepse ajo është më e re se vjera. Dhe nëse një vjerë e mirë, toleron, e këshillon si një vajzë të mirë dhe atë, se dhe ajo është vajzë e një nëne tjetër. Ky është mendimi im personal. Po sot kohët kanë ndryshuar, të reja duan më vete, jam edhe me këtë. Sepse kanë shumë ngarkesë. Jeta sot është bërë shumë ritmike. Ato vinë vonë nga puna, vinë të stresuara, të lodhura. Tani do merren me fëmijët, pregatitjen për të nesërmen, edhe me këtë jam.